Nisur nga kontributi i dhënë nga zoti Shefik Kulla gjatë gjithë jetës në arsim dhe si intelektual me pikpamje patriotike përparimtare në interes të çështjes kombëtare, Këshilli i Qarkut të Elbasanit i ka dhënë titullin Deri i Qarkut Elbasan me motivacionin për kontribut të shquar në sferën e arsimit si patriot, atletar, antikomunist, përfaqësues i denj i Qarkut Elbasan për përhapjen e arsimit kombëtar. Me këtë rast është zhvilluar dhe një ceremoni në ambientet e Këshillit të Qarkut ku merrnin pjesë familjar, ish normalist dhe drejtues lokal. Në fjalën e tij, kreu i Qarkut, Eugeni Saj, ka vlerësuar kontributin e Shefik Kullës. Jemi krenar që jemi pasardhës të atyre gjeneratave që shpërndan anë kontrojeve shqiptare, dijen dhe kulturën, theksoi ndër të tjera i saj. Ka kaluar më shumë se një shekull nga çelja e Normales, universitetit të parë shqiptar, qendrës më të madhe të përgatitjes së arsimtarëve. Vendet i është dashur të përballet me luftra e fate tragjike, por dia mbjell atëherë bëri që ne të mbijetojmë. Ndër ata që dhanë kontribute të paçmuara në këtë drejtim dhe për cilin ne jemi mbledhur që ta nderojmë së bashku sot, është dhe zoti Shefik Kulla. Shefik Kulla lindi në Elbasan më 15 korrik të vitit 1903 në një familje me vlera patriotike e atletare. I pranishëm në këtë ceremoni ish prefekti Shefqet Delalici, i cili ka bërë dhe propozimin për këtë titull, në fjalën e tij përcolli vlerësimet për kontributin e Kullës dhe arsimtarëve në përhapjen e arsimit. Unë me propozimin që bëra për të nderuar këtë figurë të Elbasanit dhe të Qarkut të Elbasanit, unë nisa nga fakti se ky person me një vetmohim, me një përkushtim, po ka punuar siç i dëgjua dhe ju në shumicën e fshatrave të gjithë Qarkut të Elbasanit, duke dhënë një kontribut shumë të çmuarshëm. Ky person ka qenë 2 herë i burgosur në 2 regjime të ndryshme, që tregon për integritetin, për atletarinë e tij dhe për përkushtimin që ka pasur. Përshëndetjeve janë bashkuar familjarë ish kolegë. Besime për punën nuk ka marrë në herë, megjithatë punonte me përkushtim dhe dashuri. Vetëm institucioni ju i vlerësoi punën e babait ton duke i dhënë titullin Deri i Qarkut të Elbasan. Për të arsye ne fëmijët e Shefik Kullës ju jemi mirënjohës për jetë. Shefik Kulla lindi në Elbasan, pasi përfundoi normalen, emërohet si mësues në fshatrat Shëngjergj e Petrel të Tiranës. Ishte idealist i flakt dhe u bashkua protestës që kundërshtonte mbylljen e normales në vitin 1936. Për veprimtari politike, burgoset dhe internohet në Vicenza të Italisë. Por vuajtjet nuk përfundojnë me kaq. Për shkak të ideve përparimtare, burgoset nga sistemi komunist në Beden të Kavajës, në burgun e Tiranës dhe më pas dërgohet për punë të detyruar në Kënetën e Maliqit. Pas përfundimit të dënimit, kontribon si mësues në fshatrat Maqellar, Sebish, Zabzun, Lang, Lunik e të tjerë. Më pas në Elbasan në fshatrat Ironisht e Shilbatër, dërgohet në Gramsh ku punon gjatë në fshatrat Kaçivel, Cingar, Driz, Derzez, ku qëndroi deri në fund të jetës.